Hape derë putu mena, o shok burg të një, dum strahim shok. Shife si po të kjo Pas ju prish shtëpia në mënyrë të palishme, them totalisht në mënyrë të palishme sepse ligji i përstërimit sociale përcakton qartazi procedurën e zhvendosjes ku kemi të bëjmë me prishje për shkak të investimeve publike apo edhe prishje për shkak të përjashtimit nga procesi i legalizimit. Pra aq kosa nuk është respektuar asnjë nga procedurat. Pra nuk kemi asnjë njoftim. I ka shku njoftimi 3 ditë përpara për largimin nga procedura e legalizimit dhe sot i prishet banesa. Pa pasur afat për ta ankimuar, se dhe mund të ankimohet si vendim, pa pasur afat për ta njoftuar, pa pasur afat nga bashkia që t'i gjej paraprakisht tyre se banese ku do të strehon. Sot i shkon dhe i prishet shtëpia nga IKMT-ja në mënyrë të palishme totale dhe shkon madje dhe policia e shtetit mbron veprimet e palishme të IKMT-s. Që do të thotë, këto janë veprime e para që i shkelin çdo lloj të drejtë këtyre qytetarëve dhe atyre fëmijëve të cilët sot janë të detyruar të flenë në qiell të hapur në shi. Dhe e dyta, i heq të drejtën atyre fëmijëve që nesër të shkojnë tek shkollat, frekuentojnë shkollën rregullisht ashtu siç duhet ta frekuentojë çdo fëmijë i shtetit shqiptar. Do të bëjmë një kallëzim penal kundrejt punojësve të IKMT-s, cilët kanë bërë shpërdorim detyre. Janë në shpërdorim detyre pa aq kohë se janë në mënyrë të palishme, kanë prish ato ndërtesa në mënyrë të palishme. Do të bëjmë proces gjyqësor për sa i përket shkeljes së ligjit për shtrimit social nga ana e Bashkisë së Durrësit dhe familjet do të kërkojnë dëmshpërblim për gjithë këto veprime të palishme që janë kryer sot tek ata dhe tek qytetarët e Bashkisë së Durrësit. Nxirrëm me dhunë nga shtëpia, unë jam veti 8, kam nusen me bar. Ku do t'i çojmë këto me shiu është u bë alarmant jashtë. Din dhe shteti tani të na kapi me dhunë, të na nxirrin jashtë, nuk është gjë e lishme kjo, harrojeni. Harrojeni, po na gjeni dorë zez, edhe aq si jep gjan edhe esni. Jo, veni dorën zemër se gjithë njerëz jemi vlla. Gjithë njerëz jemi. Boni diçka edhe për ne. Pse duhet të na nxirri? Nuk kemi kundra me shtetin. Unë temen si punonjës policisë, unë e kam bënë. Ato po presin tani dalin ti kushtit apo. Erdhën i tash. Jo, më se ta prishin ato si u prishin shtëpia. U ka thënë do prishin shtëpia. Na ka Drejtat e mia. Jam shmen. A pjesoni shpikor, po ne ku do të Valla jam po. Ne shkimi si. Ne na gjithë nga rrugëve.